Ermal, mirëmbrëma, tashmë besoj se procesi i numërimit të votave në Kukës është mbyllur plotësisht, apo jo? Mirëmbrëma Emiliano, para pak minutash u mbyll plotësisht numërimi i votave në qarkun e Kukësit, në KZZ numër 11, e cila ishte e fundit që shpalli rezultatin e saj për shkak se ishte dhe KZZ me më tepër vota se gjithë të tjerat. Fillimisht shpalli rezultatin KZZ-ja numër 10, ajo e Hasit, më pas ishte KZZ-ja numër 9, ajo e Tropojës, dhe së fundmi KZZ-ja numër 11 e Kukësit. Për rezultatin në gjithë qarkun e Kukësit është ky. Partia Demokratike ka marrë 18.934 vota, ose thënë ndryshe 52.95%. Lëvizja Bashkë ka marrë 109 vota, e thënë ndryshe 0.30%. Lëvizja Dheu 44 vota, 0.12%. Partia Koalicioni Euroatlantik 88 vota, 0.25%. Partia Socialiste ka marrë 10.970 vota, e thënë ndryshe 30.68%. Koalicioni Nisma Bët ka marrë 227 vota, 0.63%. Partia Aleancë Kombëtare Shqiptare ka marrë 45 vota, 0.13%. Partia Aleanca Demokracia e Re ka marrë vetëm 3 vota, 0.01%. Koalicioni Djathtas për Zhvillim ka marrë 39 vota, 0.11%. Partia Mundësia ka marrë 241 vota, 0.67%. Dhe Partia Socialdemokrate ka marrë 5.061 vota, 14.15%. Le të themi që në Kukësi është qarku i parë ku Partia Demokratike ka shumicën e votave me 52.95%, ndjekur nga Partia Socialiste me 30.68% dhe më pas në vend të tretë është Partia Socialdemokrate me 14.15%. Në këto momente ka përfunduar edhe numërimi në KZZ numër 10 të Hasit për sa i përket votës preferenciale, por rezultati akoma nuk është plasiruar në KZZ për shkak se vetëm pak minuta më parë ka përfunduar numërimi i votave preferenciale. Këtu në KZZ numër 11 në Kukës do ketë një pushim për rreth 12 orësh dhe pasaj ditën e nesme, rreth orës 9 apo 10 të mëngjesit, do nis numërimi për votat preferenciale të kandidatëve të subjekteve politike. Ermal Vlaga, të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt, në fakt, siç